A e patë sot të deklaronte pa pik turpi para shqiptarve dhe para socialistëve, që e tregojnë si fajtori numër 1, si krye fajtorin, për sjelljen e kriminalëve në gjirin e partisë tij, tek deklaronte ku ka kriminal. Po vallë, ata që i ka prapahekurave sot, a nuk ishin deputetët që ky i solli në parlamentin shqiptar për gjakosur, dhunuar dhe kërcënuar fjalën e lirë dhe opozitën? Po koçon me shok që merr miliona euro taksapaguesve shqiptar e pasurohet në kohë që populli varfrohet, çfarë e quhen? Profesor? E di pse nuk e heq dot prengën apo jo? Se tjetri që vjen pas prengës është në burg. Çfarë ti thuash këtij që edhe zgjedhjet në parti do t'i bëj siç i bënte Enver Hoxha përpara? E dëgjua çfarë tha sot, do bëjmë referendum për mua. Edhe atëherë kështu ishte. Kishte votime, po me një kandidat ama. Referendumi ishte 99.9%. Karvani i mjerë i Edi Ramës është nisur për në stepat e Orientit. E pret Orienti, jo ai bukur i romantiku, por Orienti politik, i dallkaukëve, i allishverisheve, i abuzimeve, i gangsterve. Uroj dhe shpresoj, jo vetëm për të mirën e socialistëve shqiptar, por për të mirën e këtij vendi, që këtë karvan të kenë forcë ta kthejnë me fytyrë nga perëndimi e jo nga lindja për ku është nisur. Por një gjë tjetë e sigurt, pavarësisht se ku shkon karvani ti me qenë që i lehin, me macet që i mjaullin, apo që i kuisin, ne jemi të vendosur ta çojmë anijen e Shqipërisë në drejtim të perëndimit.